Prej më shumë se 2 javësh, artisti Malu bë pjesë e shtëpive të gjithë shqiptarëve përmes pjesëmarrjes në Big Brother VIP Albania. Në këto 2 javë ai ka spikatur me artikulimin, kulturën dhe përfshirjen në format që po e pozicionojnë në lojë jo si periferik, por si një figurë që premton në këtë rrugtim. Por, ende pa u futur tamam në dinamikat të shtëpisë, ai fundjavën e shkuar u vu përballë historive nga jashtë. Drama familjare publike prej vitesh tashmë u risoll edhe një herë në vëmendje, kur babai kërkoi të takojë, kërkesë u refuzua me kujdes nga mali në transmetim direkt. Veprimi i tij ndau publiku në 2 pjesë. Ata që ishin kundër së malit dhe të tjerëve që do të vepronin njëjtë në arsye të forta. Sonte, për herë të parë gjerë gjatë flet babai Faiku, i cili ka vendosur ta thotë versionin e tij. Ai sonte rrëfen kronologjinë që gjithmonë sipas tij çoi në këtë situatë familjare që prej kohësh është bërë publike. E se kjo histori do të kishte vëmendjen e spektaklit ishte pritshme për gazetarin Labinot Nimani. Ai edhe kur e kom pa malin si pjesë të castit, e kom bën një postim në Facebook i cili ka pas një rish goxha të madh. Afro 500.000 njerëz e kanë pa atë postim. Ndonë se nuk është përkthy në interaksion me lajka, po ndërta ka qenë edhe familjarët e malit, ka pjesa e babit të vet. Çka mendoj që i ka inspiruar ndoshta postimi jam për me marrë këtë probleme dhe me jep ndoshta një farë hovi, me qenë se tash kretë vëmendja është e mali për shkak të pjesëmarrjes Team Big Brother. Më patilon për shtypje paraqitja e 2 hallave të malit tek shihemi në gjyq dhe akuzat e rënda që janë hedh, duke qenë se do na me theksu që kom pas interviste edhe me Violeta Kukajn për gjatë kohës kur kam qenë me një medium tjetër, edhe kam shumë respekt për to, po domethënë kjo është një pjesë krejt tjetër që nuk ka të bëjë me pjesën e saj si artiste, si këngëtare. Unë nuk du me parajgjiku, po të isha në vendin e tij sigurisht që do e pranoja të paktën për respekt të teleshikuesve, sepse është format që ndiqet prej miliona njerëzve. Nimani shprehet se formatet e tilla kanë dëshmuar fuqinë për të ndryshuar situata edhe personale. Uroj shumë që, domethënë, në Big Brother shpesh ndodhin mrekulli sa i përket relacioneve mes njerëzve gjana, kështu që shpresoj shumë që këtë vit me pas edhe ndoshta normalizimin e raporteve mes Zotrit Faik dhe familjes së tij, me qenë se ai ka shpreh vullnetin edhe dëshirën e zjarrt edhe ka thonë që ka shumë vite që përpiqet me kontaktu me ta, diçka që ka qenë pamundur si prej tyne si prej zonës Violeta. Prive Beliberta Spahiu mori rrugën në komunën e Kastriotit, aty ku Zotri Faik na priste pas kthimit nga Tirana. Na zbuloi se vetë kishte insistuar për këtë pjesë tek produksioni. 7 vjet e 3 muaj. 7 vjet e 3 muaj. Malin që se kom pa live të gjallë absolutikisht. Nuk e kom takuar as që pa me të fare. E qartë. Ku marrë iniciativë me 2 motrat e mia, njëna që jeton në Gjermani, Remzia, dhe njëna që jeton në Oblis Sandia Intermeria, për me shku me vizitu malin në Big Brother. Kemi qenë në kontakt me redaksi, na kanë premtue e janë, do të përpiqemi maksimalisht. I falenderoj shumë. E qartë. Para se me unis, instiktin, ndjesia e prindit në këtë rast, a ke mendu që ka me pranu apo që ka me refuzu? Unë kam mendu që ka me pranu mali që takohet me mua 100%. Se s'ka kur që me mua mali. Absolutikisht. Asun me ta, asun me mua. Se nëse në vjeti ka pas kur ka dalë bishpije. Me qartë. Po. Qysh unive? Univa, Momentin kur refuzoj mali. univa shumë, jashtëzakonisht keq. Mi për prapë se prapë univa që mirë që janë ndëgjoha zarin. Edhe pak emocionet djali, sytë ju mushën me lët, mirë po mrapa e kishte Orlin. Orlin, Okay. që nuk guxonte të pranonte prej mamës së tij, nanës së tij, Violetës, që takohet me mua. Pse nuk guxon? Se mali nuk është fëmijë, mali është burr i rritur, gati do mi bë 30 vjet. E ka nën komandë.
Edhe qështë thët ajo malli bën. Kurse nisi jo, i madhë djali madhë jo. Malli jeton me vjetetën, malli në varet nga vjeteta. Po mali, a ka pas arsye mali, se është kogja e fort me thonë jo publikisht me taku babën. Unë e kisha thonë veç nëse kisha pas një arsye shumë të fort. Djali hezitante. E keni pa dhe ju vetë? Hezitante. Donte të pranante, donte të pranante. U mendante. Po nuk pranante. Nuk u zonte të pranante prej vjetetës. Në 7 vite pa kontakt, ai thot se ka provuar pajtimin me figura të mëdha publike. Edhe kanë shku te Bacirifat, i meri se pleqonin ka bisedu me to. I ka thonë, Bacirifat e ka thirë Molla Osmanin, hoxhën e drenasit. Telefonin ka thonë, shko bre deri të viret, rregullo se pas ka di bashkëman veshë, tha iku me viret dhe rregullo peshat e qitë punë, që shtojnë popullor që apë dhe, ja? Rregullo edhe më shka ma kanë. Molla Osmani, e kanë thirë Molla Osmanin, jenë të kur Molla Osmanin, Bacimer, Molla Osmani ka thirë viletën automatikisht. Violeta e ka thonë për këtë punë të s'kje pse interesohesh fare. Unë i du punë të mija, i di punë të mija falë, edhe më sonis më artë unë e fare. Molla Osmani ka thonë punë të Hashim të që shkoj, pa i të rokin në derë fare. Molla Osmani është i rep. E ti moj Violet, ti s'ka ke kërkushi, ti s'pas ke derë, s'pas ke karakter, mos me më pranu një kafe me pi, ndash hajde të une, në shpi, ndash po vetë të të fëmija, edhe takomi. Po s'pas ke derë as karakter, falenderi shumë, kur më të zërë telefoni s'ku më të bo. Dhe kështu kam. Dhe më thonë, ish bashkëshortja jote këngëtarja e njohur, edhe fëmijët janë të vendosur. Kanë infal, kanë insistu pastaj. Ali Krasniqi, i vllai Perez Krasniqit, legend e gjallë, ka bisedu me Violetën, nga pas shkubatarne, që është një ngusht. I ka thonë, nisë Bacari, hajde drejtore. U nisë, deri në gjysë rrugës. Gjysë rrugës i ka thonë Bacari, po më vje kesh, po më hajde, se s'mojnë të pranun kanal. Ktheu, edhe është këtije. Pastaj më ka thirë kolegja ndëruar, shumë ndëruar, e ku kam unë e kolege, pasi që muzikant dhe këngëtar, thotë dhe letër një kosisht, të këra po që një shështë një gusht, qështu, me Hajrosh Behlulin, edhe Shkurt e Fezës, burri, do në Shkurt e Fezën, dhe Hajrosh Behlulin, burri Shkurt e Fezës. Faik bre, ata frasë që qka ka ndodhë, be qka ndodhë, tash s'dija zë. Shet që tash unë e thërrasën edhe i kalëzë unë e saj, unë e do i thema saj dhe sa pjaj. Ishti më zbaj më rakë. Edhe pas të sasafta. E ka thirë telefon, i ka thonë po takohemi me restoran. E ka prit Shkurt e Feza. Edhe Hajrosh Behluli 1 orë gjysë në letën. Mas 1 orë gjysë, i ka thonë s'po muj me orë se jam të marrë me avokata. Por, sa kanë arsye për një refuzim të tillë? A ju ka dhonë arsye për me konë që ka që kundër jo? Malit Absolut. edhe ish bashkëshortës. Absolutikisht, absolutikisht. Fëmijët kanë jetu si pluma. Violeta, për të 89-ës që jemi martuar, unë personalisht, prej se ka hinë këtë shtëpi, në Obelisк, gjithë shtëpi ku jemi tash, që ka qenë dhoba e jonë, e fjetës, e imja edhe e Violetës. Violeta është të rejtu pej meje, pej nënës me ti, nënës tem, pej motrave. Pej agjallare jemi familje badhe, pej agjallare, konatare, si përthesh. Po gjithashtu edhe Violetën e kanë trajtue, edhe Violeta i ka trajtue, i ka respektue maksimum. Nëse është kjo e vërteta, pse? Pse kjo vendim mos me pas asnjë kontakt, madje as fëmijët? Pse? Nuk e di, Violeta i ka infektuar. Çka gjeti, çka u bë, çka varu, Violeta infektuar dur për shtëpive. Nga kjo shtëpi, familja u zhvendos në vitin 1996 për në Prishtinë. U bën disa blerje patënshmërie në faza të ndryshme. Pikërisht aty nisi gjithçka në këtë situatë me pretendime të forta të bëra publike prej kohësh tashmë. Pranë të shtune, vishmi në vikend në Obelisq, këtu të bëjshmi bashkë, përse, me Violeta, me nanë, Violeta ka shumë punëtore, shumë angazhume, shumë punëtore, shumë e pasur, shumë e ka udhëhet shtëpi mirë,
E ka marrë dorë krejt komplet, nanës nuk i ka nda kur gjë. E ka udhëheq pa asnjë problem. Edhe vish me këto. Diellën shoqësh me atë edhe shoqësh djali shoqë shkollë. Pastaj deri në 99, domethënë kemi ne deri sa jemi shpërngul prej aty që shpërthej lufta në Drenicë, fillon bombardimet e natës me 24 mars, E qartë. edhe aty afër policisë kemi qenë, u mbështe o borit për plot policë, ikshin policia pej vendit të vetë, dhe rrishin në përstëre e banesa u fsheshin me bombardimeve. Bombardimet, sigurimi shtetëtor, kur ka rënë bomba e natës në sigurimi shtetëtor të policia, na kemi qenë banesë dhe kemi ndodhur gjithë jashtë. Gjithë mahalla jashtë kemi ndodhur. Po, ngjarjet kanë ndodhur shumë më vonë se sa në 99. Ja. Pastaj Vitet 2000 keni jetuar në rregull, pa të lashë bashkëtorë. Pastaj kemi dalë kemi shumë të tërë. Jemi kthyer nga të tërë mazubujti, kur jemi kthyer shtëpia e kallët, krejt total që është një ka qenë e tot, e djegne, në total. Edhe banesët e të më një bëqë. Ne këshim plaqisht, pak automobili këshim lëmë, pak diçka sa ne këshim marë, shnetet të policia. E qartë. Edhe fillum sërbët, nga dal me shqit banesët. Shë në të hyrje ku kemi qena, ka qenë një objekt është një 30C, ka qenë objekti 30A, 30B, na kemi qenë 30C, të kompleksi Avalla. E qartë. Aty, fillun sërbët me shqit banesët. Pas lufte. Pas luftës. 2004, më thirën telefonin një sërbër. Tha banesën po shesin. A një të interesu me blesë qikoshi, se veç 2 familje shqiptore kemi qenë ato. 2004. Pas pak muajsh, na ka ofru prap një banesë për basë sajt. Banesa tjetër. 2004. Ata digjesh në bezeti, edhe kemi ble e tjetër në banesë me pare kesht nanës të kursyra, që i majke në ndallap ku flenë. E ka pas ta vjetë parë një majtë të. Jo më majtë për bankën, se na i patëm plaqit në bankë njerë këta pas, na i murë Serbia të marrë në bankë. Për para luftës, kur u prish Jugoslavia, E qartë. na patëm ne. U bënë dy Edhe i bënëm 2 banesa. 2004. Mandej, vija trasha, ty shkojna pak më shpejt. 2004. Historisë versionit tënë gjithmonë. Edhe çka bënëm, i renovum ato banesa, edhe i lëshum me qera. I lëshova do shok të mi të ku pas policë, të ku pas policit, të ku pas është, një blok në ndërmjet, E qartë. edhe policia ka qenë ndodhë dyshi. I lëshova do shok të duar një ku pas policë, në rruga të vogla. 250 euro, tjetër në shova do së të 300 euro, do më thonë edhe me shumë do më qerat, Normal. për banesa, edhe ne jetojshmi poshtë. A ke parasysh? E kam parasysh. Eh. Mandej, çka ka ndodhur? Vija trasha gjithmonë. Basa nena, në 2008, se qysh takohet me Mirandën këna pas shoqëri, Miranda Hashan, këngëtaren e Minor që përshëndet shumë, edhe dua shumë, edhe bashkërët e saj. Se qysh takohet me Miranda i thot Dioletet e këmë bë banesën, të Slovenia Sporti, ma ka punu bërë një dizajner, E qartë. një profesor i dizajnit me akademi, një luli, nga Mitrovica, e kesh edhe fabriken e mobileve, edhe dollapave, elementeve të kuzhinës, edhe dizajner, Atë keni dashur me bot njëjtin investim, me renovu banesat. edhe Violeta ishte masë e interesume. Violeta, 2 banesat me lidh, me i bo me rritë si përfaqen. Njërën banesë komplet, me lanë, kuzhinë, me shangë, edhe me salon, kurse njërën banesë tjetër me lanë me 3 dhoma. Për një dhomë për nanë, një dhomë për ne, edhe një dhomë për fëmijë. Edhe qashtu ndodhi. Për renovimet u mor kredi e cila sipas versionit të zotrit Redkocerit solli shumë të lashe. Edhe filloj mu keqësu dhe mënë situata e kështit të kredisë. Na 6 muaj fillumë veç me pagu e kredin, ka 2086 euro në muaj. E ke parasysh?
edhe pagueshmi. Pastaj fillon investimet, se i dëshin çdo javë mjeshtit dhe punëtor të paret, për me paguë. Edhe fillon paret dhe shmu harxhue. Gjatë 2 vjet e gjys, 2019 nga hinta, shkon shumë pare, u këtë që gjenda me të për pare. Edhe pastaj ku marrë pare të të mitë të familjes time. Pak pare, për 2012 deri në 2018, që e kom pagu kredit pa asë të ditë vënes, të më një mu do të afërmit e mi, vlasë në laku e im. Edhe, 25 vjetë të tekat, na shtinë në lugë, që shmi këthy parët, qa me bo, qa me marruë, i këcej, kanari, tash pëse për unë shtinë në lugë, po në lullin, arkitektin, unë se pruna, atë pare, nuk javdhash unë, kërkuna që mi hu paret, po javdhash lullit, që ne mobiloj pe i asë dhe në zhë, 60.000 euro, mobile, gjdo të cep banesës e ka shruzu, ka qenë maestro, që përshëndet shumë. Paret e kreditit nuk i ke quna e ka tjetër. Absolutikisht, në rëdhëm, banë 2 banesat edhe në pëndruma poshtë. Edhe, pastaj? Në rroku me siklet direta. Jo të s'di kur gjë, të s'ka di kur gjë, ti veç që ke shpenzu pare palire, që së është të vërtetisht, edhe mu më rroku siklet. Qu, më së lërot, që më bëni paret. Këthej bozhet. Edhe fillojme më rroku një krizë psiqike. Me datën 2 ditë para të 14, me 12, thore ku vendos, sa me dalë për i këtujt, në fëmi, një banes e ku më gjithë, edhe 2 banesat talë, me shit edhe me paguë kredin, edhe me këti bërdet. Tash, në si mënyrë. Je, në takun vendos së bi. Me datën 14, tetor, 2018 jenë kompletuar me 2 trikjerne, do shok tenisit e të malit e edhe kam bajt për shpije këtë senet me vlerë. Qka ka pas? E kanë qënë një banes gjyku në Dragodon e këna marrë vesh mas 6 mujve. Ta tha për i banes do të dalë. Muë. Edhe ta japë të beshen, fjare, edhe vjereta, edhe nisi, edhe njomza, edhe malje. Ti shesim banesat, ti krym obligimet, ti krym bankën, edhe blem, do më thonë një banes gjikon ma të madhe. Edhe vendos shpitalën që bashkë, ma ka dhënë tjallë në besë në mbesatuar. Edhe kur kanë dalë këtë nëna me ti, na jena me ty, jenë ka për qathat. Gjendja psikologjike, si pas ti, bëri që të shtrohet në spital për 6 muaj para rreth 7 vitesh. Jëmë këti ma 6 muaj, ka ardhë vjereta, me marrë për spitalit, me më dzirë, ka folë me doktoreshën përgjeshë, për me marrë me më qutë të rëteri, për më jaqit përonat më jadham pëlqimet, edhe më jaqit përonat nëmën të vjeretës, se unë i shes ma letë. Ti nuk jirë gjendje me shqite me ble, doktoresha i tha iku, nuk është gjendje as me bo kontrata, as me shqit, as me ble. Por vjereta dyre, ka kërku për bleridës Gjozi Hoxhaj, doktoresës, me marrë mu të rikë për shpitalet, me shku të rëtherja së ndije Krasniqi, mi bo kontratat pëlqimet, edhe kontratat për dhërata, për me shqit vjereta, banesat dhe me këtë që obligime. S'ka pravu doktoresha, 6 javë më kanë majnë në spital, jam ndiru për spitalit, ku më në shpe, pak para vitit 3, kemi dalë për atyjet, se do të pjenë luru banesa për të më shtë e marrë po, i ku më thonë nanës, oj nanë, Violeta, se nuk disha që ka me thonë që me bo, pak fillova, pak mu këfjell, me terapisha, fort, mu këfjell pak, tash oj nanë, Violeta edhe fëmija po ka qëtë me ndruhe
banesat, me ndërru formatin, banesat, dekorimet. Një 2 javë ditë për shkojmë një banes, edhe ta ka bërë një banes, edhe rri banesat, pas 2 javë, e lyjë banesat, këthejemi. Jo zdal, edhe së dhja mota, edhe mota tjetër që është prancë, do me thonë e benden, nanën, edhe në rrëtë një banes, të të këshosov që e parkushmi, ka 250 euro në muaj. Mandej, çka ndodhi? Kemi nejtë 4 muaj atë, vjedeta ka gjithë djersë, një djersë. S'është më rëndësikush? S'është më rëndësikush, i ka po pasor 2 banesat, 160 beta 4 orë. Tonë investim, tonë ajë dekorim, që veç në për filma ke mujtë po, i ka falë banesat. Do më thonë njëna banes, 80 metra, 150 euro, njëna banes 80 metra, 150, 300 euro, i ka falë. Ku 2 banesat në 400 euro, konë falë atë mishin. Dhe i ka shqitë banesat. E ke pashish? Edhe, pe i me i mot të regova që i bunë në shkibet të pëlqime të regova, po? Kër i bane parta i kej, direta më qëj të banka, sa do të minë në shumë të dokumenta. Unë isha në auto, unë isha smut. Hamdia shëtet ke me kërë, unë baj ke me kërë. Herë të noteri, herë të banka. Herë më qitë ke marrë këtu ka pak me marrë vetën. Si nuk isha mjetë psikisht, nuk më ngurrej, s'pe majmë shef. Kam qenë smut psikisht, të randë. Depresion i thellë, psikik. Terapia specialista. Edhe kemi shku në Raiffeisen, ka që Hamdia më ka prit poshtë, na kemi hypë ato në Vinetë dhe Mali, i kemi në shku në dokumente, i kish pas qitë parë 3.000 euro mi kish qitë në gjirëllëgëri teme, edhe e kam byllë Violeta kredit, ma kish marrë autorizimin, pa më pytë mua fare, ma kish marrë autorizim, i ka qitë barë dyri 153.000 euro, për më bullue kredia këtë komplet, edhe 147.000 euro e ka qitë Violetës në gjirëllëgëri, të më thonë 300.000 euro kredit. Pe aty ti me dalë pe i bankës, Raiffeisen, të kjeri, i saj, burë ka qenë, edhe për du më inë kërta, ku për të më shuë? Qukë të banesa, jo të banesa ma shumë është më shuë. Ta prej sotit, gomisha po thëmë, prej sotit, unë edhe ti nuk jemi bashkë. Ti mërësh me vazhdu rrugën tëme? Në rrugën tëme. A e prite? Bro, beta se më shokohë, në deshëm ratë legë më shumë kam, në kope jam dhja. Në që të ke borë fëtyres, se më ratë legë bërë më shumë kam, urzova. Në që të ke borë më që të. Borë ka qenë, më që të ke borë fëtyres, ma këty dhe djenë. Më ratë legë. Qysh me vile, qa bokshë. Jo pa më dhe, shka më bëllë. Po që se do me hitha në kërta, unë ti thrasë policinë. Në kërë, në din, banesë të në. Betejë ligjore mes palëve vazhdon dhe seancat e tjera pritën në javët në vazhdim. Çka don prej drejtësisë, zoti Vajk? Nona e kërkon banesën e vetë që ka ble 96-ën, e që është bo lokal. E donë atë, lokalin me këthy banes edhe me shuën në Prishtin, banes se nanën. Pej katit që tu jemi në katë në ditë, me zbrit poshtë, duhet me karri, 4 vetë më bo. I ka një që gjitha është të thërash, e ranë me peshë, me që të mjeko. E qartë. E donë me shku atë është, veç 2 shkallë i ka, për me hy në banes, në katë në përdesë Prishtin. Edhe shtëpia shëndetit shumë ofër 30 metra. E qartë. Që kjo është? Pelim drejtën e vetë. Për banes për thëtë nona nuk pe kom gale. Le ta kenë fëmija dhe vireta në banes. Pas si problem. E duhe banesin që kom ble. Zotri Vajk ka dhe kërkesë publike. Ndashtë në Kosovë, gjdo televizion, ndashtë në Shqipni,
çdo televizion, ndashëm atë që dëni çdo televizion. Një ballafaqe me pas unë edhe Violeta, edhe me ja qitë faktet, me dalë realitetin që le thash, realitet me vullë. Edhe në përshë duke. Edhe fëmija me u këtyje, me pas kontakte, me ardhë, me shku, me ardhë, pas Violeta, që ka pak men, që ka pak men e kontere në qere, më këtyje në shpit vetë të këtyje. Nëse kish pranu Violeta me ju rikthy jetës bashkëtorë me juve, a kishit pranu? Do të thonë, ideja është, s'po di sa kishit qartë. Nëse kish pranu Violeta. Po në 33 vjetë kemi jetu bashkë. Kur një minut hedhërim se kemi posë bez veti. Jashtë që kena pas polemika, rreth muzikës, botës artistike. Me qenë se fëmija janë kundër, Violeta është kundër. Edhe shumë kush mundet me mendu që ka diçka mbrapa. A mundesh mu përgjigj gjatë viteve jetës bashkëtorë ose gjatë edhe në raport ju dy si burrë grup edhe fëmijë, a kanë pas dhunë psikologjike, dhunë fizike, dhunë presioni? Kur më njëtër e vetë? Kur heq kur? Pa ta kom pluma? Pa ta kur jo s'ka një të thonë, asë në shmeti as Violetës. Fëmimat e të kumë të harro. Pavarësisht, gjithçkaja i thotë se ndjek malin dhe pret fitore nga ai. Vazhdimisht pres fitore për tja. Është shumë i talentum. Është shumë humorist i mirë. Është shumë muzikant i mirë. Vetë i shkruan tekstet, vetë e krijon kompozimin, ndin melodike, vetë e orkestran, vetë e bën interpretimin, e këndon. Është shumë i zotit. Pas tema është i bo mirë. Fituesi Big Brother VIP Albania 5. Vallaj, me merit ma. Dhe për cjellë dhe i uroj shëndet, sa këtu e në qjellë. Dhe kam qef, në fitu mali dhe kjo është të tërë. Mall për artistin duket të ketë edhe gjyshja që përsjell nga ekrani që po ashtu pret për fitore. Për një natë nuk gajke shumë më ndalë për shpije se je më dalë më shku një herë për herë, veç i sholla shnetën e kam. I sholla kanë shnetën, i sholla i ru zytin, dërë zytit, dhe të shfëndi që më thonë. A të ka marrë malli? Balë, për qyqë të më ka marrë malli. Ka marrë malli, për i sholla kanë shnetën, e jenë mirë, edhe djallin e është mirë, elhamdulillah, për zytit i sholla shnetën, për shnetën e të mira mirë. Që e kështë e thonë, një mesazh nëse të kishin një? S'mollit ta? Mollit edhe tjerve. Po ju kisha thonë që më ju thonë, po ma shtire, më metë, më mdollë s'mija për shpije, në më metë këta? Ja, veç, po duhet me botë që shbohat. A kështë pas që e marrë më të pa? Po që shje mëre, po dhe vetë isha shku ku që diku për s'mije, pëse je marrë, e që i sholla kanë shnetën, i sholla janë mirë. A t'jem Big Brother kërës, a kështë pas që me fitu mali? Po, po që shje s'mollin fort, që shtë këmë të hatë. Tonë thminë, se këta jenë konë, Violeta jenë konë dilshin për dorët me për, unë me thminë, para duesh. Në veç i djolle, kam tani të që, më një bo djollet, që vazhnisë isha djeltë në bohën. E që shto veç i sholla shnetën, ku t'jene kanë shnetën, edhe i ru zëti, edhe ja jep zëtit marë në të mirën, të babe, të gjyshjet në për tonë. Natyrisht, medalja ka gjithmonë dy anë. Redaksia jonë mbetet e hapur për të dëgjuar edhe versionin tjetër të historisë, nëse palja përmendur apo familjarët e tjerë dëshirojnë të prononcohen për pretendimet e ngritura në këtë intervistë.